Nuk e di nëse i pa këto mesazhe të cilat dolën dhe nuk e di nëse të befasuar ma thoshi? Jo, absolutisht, paka shumë ne kemi pas indicje që diçka e tillë mund ndodhe, ka mujt me ndodh, po mendoj që Kosova në këto 4 vjet e fundit nuk ka hup pse LDK mrena akuzohen njëna me tjetra, po Kosova ka pësu humbjen për shkak dështimit një qeverie pa kompetencët, pa përgjegjshme. Edhe një lideri totalisht pa përgjegjshëm, që si përgjigjet kërkujt. Këtu ai lideris nuk ka hyj aty si manipuloj brenda votës. Jo, s'ka rëndësi, po Kosova nuk ka pësu për kësaj pune, për kësaj pune Kosova unë mendoj fuqishëm që fiton. Sepse shihet që në LDK guxohet me fol, LDK guxohet me shikone kujtim shalën. Thot pas strukturave të mbrëmshme që kemi marrë me to, thot ka edhe institucionet tjera që kanë marrë me këtë çështje. Që presupozon prokurori, gjykat, kurse zoti Gashi, si kolegu jam i këtu, në spaku në minimum të përgjegjësisë publike duhet me pas, ekziston ajo që një si prezumimi i pafajësisë derisa prokuroria edhe një gjykat e rregull. Nuk e thot fjalën e saj, zoti Gashi nuk ban me bulliz